Kemi pas afërtit zgjedhje, a mo këtë të zgjedhje s'kan me prodhon ai zgjidhje. I kalum zgjedhjet lokale, fazën e parë, tani jena afer balotazhit, jo jeni njohse rrethonave në nivel vendi, po specifikisht e keni ma për zemër Drenasin, tani mo Drenasi ka përfundu si proces, edhe si me thonë, pak jena pak ma të lirë me folë për komplet gjëp në kuptimin që ma asë se dëmtojmë kërkan, e asë nuk e favorizojmë kërkan. Qka ndodhe egzaktësisht? Qa po ndodhe në Drenas? Se di, diçka, ju ka hi një farë fitmi, thët nona jem, një farë fitmi ju ka hi diçka sumë porazit një aferdit, diçka. Unë e jam rezervu me folë për Drenasin. Tash ka përfundu procesi. S'kam pas qef se... Edhe gara, me të kalë të drejtën, dhe gara si gara t'jem ka lëndu mënyrën se si është ba. Apo den akuza ndaj njëni tjetrit, s'kom pas qef mi parë. Si të qofë, ka ndodhë ajo që ka ndodhë dhe qytetari ka me vot, ka vendos. Unë menoj që gabimet në start jënë ba, në momentin ku nuk jënë ullë palët, edhe me tentu mu ba kompromisi, të pas parasysh që aj rajon është basjoni PDK-s. Edhe PDK-ja e ka marrë si të mirë qenë që ka basjon dhe kush do që del e piton garen. Mirë po, të pas parasysh që Ramiz Ladrovsi, kryetari aktuale dhe i zgjedhuri i zgjedhjeve të fundit, ka pas autoritet në Drenas, edhe për faktin që ka një background të vetë të aktivitetit kombëtar që 40 vjetë, i takon një familje heroike, edhe nëse komplet i përjashtojmë këto, me gjithata i ka punu. Edhe njerëzit punën e kanë pa, sepse nëse ti në deri në vitin 2016-2017 ke jetu 2-3 kilometra afër Drenasit, i ka një paralagje e Drenasit dhe kanë mungu gjërat elementare, ndryqimi, rruga, kanalizimi, ujësillëci, kontenierat, sa di ki. Edhe qytetarin në zgjedhje lokale voton për ato që menon që ja kynë shërbimet për të cilat ai përballet në baza dytore. Dhe të pas parasysh to, ata kanë votu edhe për shërbimet që kryetari i komunës i ka ofru për qytetarët, nuk po thomë për të gjithë, po për një pjesë të madhe, sepse projektet punë ka gjithmonë, por edhe mënyra se si ndodhi që të hiqet ose të eliminohet nga gara, një kryetar me cilin vetë PDK-ja ishte krenu, t'jem të sinqert, 2 ditë para vendimit të kryesisë e PDK-s, me Emri Krasniqi që të bo një postem në rrjetin e tij social Facebook dhe ishte krenu me komunat që ishin dalë transparente dhe njëra ndërtoj ishte edhe Drenasi. Pastaj ishte iritu njerëzit atje, e morën sikur që kush është Prishtina me na tregu neve kënë me votu Drenas. Kandidati i PDK-s, me gjithë respektin, një djalë jashtëzakonisht i mirë Petriti, por jo me një rreth të mirë. Tash do me thonë ta njerëzit që kanë qenë, nëse dikush e ka dëmtu Petritin, e ka dëmtu fotografia ti e parë, kur e ka publiku me njerëzit që kanë qenë më herët, që janë në PDK, kanë pas pozita, por nuk është që kanë pas najfar autoriteti ose respekt në... E kanë shfrytzu në kuptimin Partinë Demokratike për benefite këtë personale dhe kjo menoj që ta hup autoritetin në vendin ku jeton. Nuk sjellin vota ma ata, janë po mos sjellja votës në kupton që ata janë kanë zakonisht të prirur veç për familjet e tyre dhe rrethin e ngushtë familjar. Asaj që këtë pozicione ka shfrytzu Ramizi edhe fitoj. Unë e kom ditë që në start që kom e fitu, se kom pa mentalitetin e Drenas, dhe më thonë sarë që jem shku, unë jem dalë, kom pi kafe, e kom pa mentalitetin që ka qenë mentalitet një farë fryme irituse. Dhe më thonë, kush qënë ata me nga tregu na kon me votu. Dhe në momentin që dikush thot kush qënë ata me tregu kon me votu, tregon që ka kon me shku vota. Situata ka agravu. Na si popull, kemi qenë vetë viktim. Dhe më thonë, dhe në vitin 1999 na kemi qenë viktime dhe ti e ke pasi na gjithmonë në momentet caktuar rreshtohemi me ata që i konsiderojnë viktim.
Dhe në rastin konkret, Ramizi, mënyra se si u jekt, ata e morën sikur e gjujtën sikur abdin. Po, e përdorën edhe e gjujtën sikur leck. Po, edhe qysh këmera viktime dhe pastaj populli u rështu rreth Ramizit. Si do që tjetë, menoj që njerë që kanë dhonë kontributu do të vlerësohen edhe nga subjekti edhe nga komplet gjëja për shkakun që kanë kalume, kanë... Fakt, partit politike, sidomos dy partit kryesore, PDK dhe LDK, që janë shtetëformuese, që janë barësët procesave të rëndësishme këtij vendi, dohet të kenë kujdes në njerëzit që janë nga ditët e para në PDK, por edhe që megjithatë janë kuadro, ka një farloj backgroundi, janë asetet e partisë. Se cila parti do të me luftu me marrë sa ma shumë vota, e jo me jek njerëzit që me eliminu ata që mund me cilë vota. Do më thonë... Aferdit, tani jemi afer balotajit, edhe 2 javë kështu, ose ma pak se 2 javë kanë bet. Po, kemi pa një gjuhë shumë të vrajsh në mes të liderve të partive. Si bie fjala lideri AAK-s, Ramush Haradinaj, disa herë ju ka referu zotit Kurti. Vazhdimisht, po e citoj se si ka thënë është i shitun, është i Serbis, kështu, bla bla bla. Edhe, qka është ka ndodhë, apo më nëshme kuptu për shembull që në zgjedhje lokale tash vetë vendosja edhe AAK në 2 apo 3 komuna deri sot që po flasim ka bo koalicjen. Qka po ndodhë kjo kështu? Për mu kjo e absurde që AAK me hi në koalicion me vetë vendosim, të pas parasysh që to akuzat e forta që i kanë, sidomos Ramush Haradinaj që i kanë ndaj Albin Kurtit. Kjo është akuzë në kuptimin që kur thët dikush ty që ti je me armikun tim, në më thonë tim më nuk do të ndjesh i sigur me dalë në rrugë. Po. Kjo nuk është akuzë, kjo është... Ramushi ka thonë Albinit është njeri Serbis, punon për Serbin, është njeri Serbis. Edhe tash e shojmë në 3 komuna në Prizren, Jonik, në fushë Kosova, AAK bën koalicion me vetë vendosjen dhe Ramushi hesht, është pak absurde. Unë e kuptoj që beni, dhe më thonë, ndryshon atmosfera në komunë çfarë është në qendër. Po me gjithatë? Po me gjithatë të njëjtat partijan, të njëjtën logjike kanë, a kupton, kjo është pak e çuditshme, unë mendoj që Ramushi duhet me në asë që të farë punën e qëtyne koalicioneve që për mu nuk janë fort fair, nuk është fair. Nuk është fair pe i votusin tonë. Po kuj kombinën s'ka problem. Jo, ti votusin tonë e ke josh vazhdimisht që ky është kështu. Dhe pas taj edhe në nivel qendror ti ke thonë, unë jam gjendje, mi dhonë votat e mia për një qeveri të partive ish opozitare, pa marrë pjesë fare në qeveri, veç me hjek këta se po na bën dëm. Dhe tash, një parti që po të bë dëm, ti po shkon për ja bën numrat, për me marrë pushtetin në, sidomos Prizreni që është komunë e madhe. Po në nivelin lokal? Po. E ato nivelin lokal është vot, do më dhonë vot edhe për nivelin qendror. Qa jo votë që ata njerët kanë me të votu. Absolutisht, ata pihalon dhe nuk vinë. Po, nesër 10 orë nëse shuajmë në zgjedhjet jashtëzakonshme që ta njerët të Prizrenit, të Jonikut, të Deçanit, të fushë Kosovës, që në AAK kanë me votu Ramushin. Tash, kush po i bjen me votu ata? A me votu vetë vendosin, a me votu Ramushin?